Mbetit e analizuara si të rrezikshme janë zhvendosur nga Porto Romano, pasi qëndruan në këtë zonë për rreth një vit e gjysmë. Prokuroria e këtij qyteti urdhëroi largimin e tyre drejt një zone tjetër në Durrës. Bëhet fjalë për vrinën në afërsi të Shënavllashit. 102 kontener të ngarkuar me 2800 ton mbetje toksike janë zhvendosur drejt zonës së Shënavllashit në një ambient tjetër të përcaktuar më herët nga ana e prokurisë së Durrësit. Këto mbetje do të vijojnë të qëndrojnë pikërisht në territorin e ri deri në përfundim të hetimeve. Mbetjet do të qëndrojnë në një zonë larg banesave, ndërsa do të ruhen me të njëjta masa sigurie si në Porto Romano. Autoritetet kanë vendosur monitorim 24 orë me kamera si dhe me efektiv policie. Mbetjet konsiderohen si provë materiale për hetimin e nisur nga Prokuroria e Durrësit dhe do të qëndrojnë në këtë zonë deri në përfundim të këtyre hetimeve. Nga analizat rezultoi se në 102 kontenierët kishte mbetje të rrezikshme, ndaj Prokuroria e Durrësit lëshoi 33 urdhër arreste, ndërsa u arrestuan 20 persona. Mes të arrestuarve ka punonjës të doganave, të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, si dhe të kompanive përgjegjëse për këtë rast. Mbetjet u kthyen sërish nga Tajlanda në portin e Durrësit në vitin 2024 dhe pas sekuestrimit në këtë port, u vendos që të ruheshin në shërbim të hetimeve, ndërsa më pas pritet vendimi nga autoritetet për asgjësimin e tyre.